Njeriu bëhet i ftohtë dhe i heshtur kur veprimet e të tjerëve e zhgënjejnë dhe kur fjalët nuk kanë më asnjë vlerë, sepse nuk mund të ndryshosh dikën që nuk sheh asnjë problem në sjelljen e tij dhe që nuk pranon gabimet e veta. Shpesh, njerëzit do të bëjnë të dukesh si person i keq, vetëm që të mos ndihen fajtor për të keqen që të kanë bërë. Prandaj, unë nuk jam më ai njeriu i sjellshëm dhe i besueshëm që isha dikur. Nuk dua të përdorem apo të manipulohem më. Sot, dyshoj më shumë tek njerëzit, sepse nuk e di më kush është vërtet i sinqert me mua. Kam më pak besim. Nuk fal më lehtë, sepse ata që doja më shumë ishin ata që më lënduan më thellë. Në heshtjen time, kam mbyllur dyer që nuk do t'i hap më kurrë. Jo nga krenaria, por nga respekti për veten time. Njerëzit e mirë, kur i lëndon, nuk bërtasin. Ata nuk bëjnë